Horoskopi për javën 26 maj deri 1 qershor 2025, parashikimi i të gjithë shenjave dhe dita me fat e javës: Dashi, 21 mars, 19 prill, dita më me fat, e njëjtë, 29 maj. Kjo javë nis me një ndjesi të thellë fuqizimi dhe vendosmërie. Me Venusin dhe Saturnin në shenjën tënde, je një forcë që nuk mund të shpërfillet. Kombinimi i këtyre dy planetëve sjell një ekuilibër të rrallë mes ndjenjës dhe strukturës, një kohë ideale për të folur qartë për dëshirat e tua në dashuri dhe për të marrë vendime serioze në karrierë. Tani është momenti të ndalosh së menduari çfarë duhet të bësh për të tjerët dhe të fillosh të angazhohesh për veten tënde. Nëse ke ndjerë dëshirën për të dalë jashtë kufive të zakonshëm, qoftë përmes një udhëtimi fizik apo përmes një aventure të re shpirtërore apo profesionale, atëherë kjo është java për të vepruar. Mos e shty më. Udhëtimet, eksperiencat e reja dhe sfidat jashtë zonës tënde të rehatisë do të ndihmojnë të rritesh, të çlirohesh dhe të shikosh jetën nga një perspektivë krejtësisht e re. Ky është gjithashtu një moment për të reflektuar mbi mënyrën se si ke ecur deri tani. Të gjitha pengesat që ke kaluar nuk kanë qenë të kota, ato kanë ndërtuar një version më të fortë dhe më të qartë të vetes tënde. Me këtë forcë të re, je gati të përballesh me botën dhe të marrësh atë që të përket. Mos e humb këtë valë të fuqishme, kap pasionin, idealizmin dhe durimin që po të jep universi dhe përdori për të ndërtuar të ardhmen që ke ëndërruar. E njëjtja, më 29 maj, do të ndriçojë si dita më e fuqishme për ty këtë javë. Mund të marrësh një lajm të mirë, një mundësi udhëtimi, apo të ndjesh një çlirim të brendshëm që do të shtyjë të veprosh me guxim. Jepi zemrës tënde zërin që meriton dhe mos u kthe pas. Kjo është java jote për të dalë në pa, për të ndryshuar drejtim dhe për të guxuar më shumë se kur më parë. Demi, 20 prill, 20 maj, java, 26 maj, 1 qershor 2025, dita me fat, e hënë, 26 maj, kjo javë vjen si një thirrje e butë, por e fuqishme për të ngadalësuar ritmin dhe për t'i dhënë vetes pak më shumë kujdes. E vërteta është se je një ndër njerëzit më punëtor të zodiakut, i qëndrueshëm, këmbëngulës dhe gjithmonë i përqendruar drejt qëllimeve afatgjata. Por edhe shpirtrat më të fortë kanë nevojë për një pushim. Këtë javë, vendose veten në listën e prioriteteve. Jepi vetes leje për të ndaluar, për të marrë frymë thellë dhe për të reflektuar mbi rrugëtimin tënd deri tani këtë vit. Ky moment është i rëndësishëm për të vëzhguar se sa shumë ke arritur, jo vetëm në aspektin profesional apo material, por edhe në atë shpirtëror. Si je ndjer këto muaj? Ku ke sakrifikuar më shumë se ç'duhej? Apo jeton në harmoni me vlerat e tua të brendshme, apo po shtyn përpara thjesht për të dukur produktiv? Ndërkohë, hëna e re që ndriçon zonën e vetvlerësimit dhe sigurisë personale është një shenjë e fortë se diçka e re është duke u manifestuar në jetën tënde, qoftë një mundësi financiare, një ofertë e re e pune, një projekt fitimprurës apo thjesht një ndjesi më e thellë stabiliteti. Kjo hënë e re flet për pasuri që nuk kanë vetëm të bëjnë me paratë, por me ndjenjen e mirëqenies, me vetbesimin dhe ndjesinë se jeta po shkon në drejtimin e duhur. Nëse prej kohësh je ndjer sikur po lufton për të ruajtur ekuilibrin mes punës dhe jetës personale, këtë javë mund të vëresh një kthes pozitive. Është koha të rivendosësh disa kufi të shëndetshëm dhe të kuptosh se siguria nuk është vetëm në xhep, por edhe në zemër. Energjitë që të rrethojnë këtë javë të ndihmojnë të jesh më reflektues, më i qartë në vendime dhe më i përkushtuar ndaj vetes. Mos hezito të shprehësh veten në mënyra kreative apo të përfshihesh në aktivitete që ushqejnë shpirtin tënd, qofshin ato art, kopshtari, gatim apo thjesht një ecje në natyrë, në marrëdhënie. Kjo është një javë e mirë për të pasur biseda të sinqerta. Binjakët, 21 maj, 21 qershor, dita me fat, e hënë, 26 maj, kjo javë vjen me një energji të freskët dhe të ndriçuar për ty, sepse dielli dhe Merkuri ndodhen të dy në shenjën tënde. Kjo përputhje qiellore të vendos në qendër të vëmendjes dhe të jep fuqinë për të parë gjithçka me qartësi, me një sy kritik, por edhe të drejtë. Aftësia jote për të analizuar situatat në mënyrë objektive nuk është vetëm e dobishme për ty, por bëhet edhe një bekim për ata që të rrethojnë. Miqtë dhe familjarët mund të vinë tek ti për këshilla, sepse ndjejnë se ti i sheh gjërat pa dramë, pa nxitim, me zgjuarsi dhe ekuilibër. Nëse ka diçka që ka mbetur pezull, një bisedë e papërfunduar, një keqkuptim apo një mundësi që mendove se humbe, kjo javë sjell mundësinë për të kërkuar një shans të dytë. Energjitë rreth teje janë më të hapura dhe më pajtuese. Mos e nënvlerëso fuqinë e një bisede të sinqertë apo një faljeje të dhënë me zemër.
Njerëzit janë më të gatshëm të dëgjojnë, të kuptojnë dhe të kërkojnë mënyra për të përmirësuar situatat që dikur dukeshin të pashpresa. Për ty si binjak, që shpesh ndodhesh midis shumë ideve, njerëzve dhe planeve, kjo javë të ofron një dritare stabiliteti për të vendosur përparësi. Sidomos në mesjavë, është koha e artë për të hapur bisedime, qoftë në lidhje personale, në punë apo me bashkëpunëtor. Gjërat që do thuash do dëgjohen më mirë tani. Komunikimi është forca jote dhe këtë javë, ajo bëhet arma jote më e fuqishme. Nga ana profesionale, mund të shfaqen ide të reja apo propozime që të nxisin të mendosh për të ardhmen në një mënyrë më të zgjeruar. Mos hezito të ndash mendimet e tua, sepse je në një fazë ku fjalët që përdor kanë ndikim të veçantë. Nëse je freelancer ose punon në një fushë krijuese, përfito nga kjo javë për të ndërtuar ura bashkëpunimi apo për të ripërtërir projektet që kanë mbetur pezull. Në aspektin emocional, përpiqu të mos mbingarkohesh me gjithçka që ndodh përreth. Jepi vetes pak qetësi. Gaforja, 22 qershor, 22 korrik, dita me fat, e martë, 27 maj, nëse ndihesh sikur po të mbaron energjia, nëse rruga që ke nisur duket e gjatë dhe e lodhshme, mos u dorëzo tani. Kjo javë është si një ngjitje e fundit përpara një horizonti të ri, dhe çdo hap i vogël që bën është një afrim drejt qëllimit që ke në zemër. Është koha për të rikonfirmuar pse ke filluar këtë rrugëtim në radhë të parë. Mbaje fokusin të qartë dhe të gjallë mbi atë që dëshiron më së shumti. Kujtoje, qëllimi yt është më afër se sa duket. Yjet të inkurajojnë të vazhdosh përpara me vendosmëri, edhe kur ndihesh i pasigurt apo i lodhur. Ka sinjale të reja që po shfaqen rreth teje, mund të jenë fjalë inkurajuese, mundësi të reja, ose thjesht ndjesia që diçka po ndryshon. Mos i injoro këto shenja. Edhe nëse je skeptik, është në rregull të jesh i kujdesshëm. Por lejoje veten të ndjesh edhe një grimc optimizmi. Diçka e re po fillon. Një sezon i ri rritjeje dhe dashurie po troket. Në dashuri apo në marrëdhënie të rëndësishme, mund të vinë një moment i veçantë që kërkon vendim. Po, unë dua ose po, unë do ta bëj. Këto fjalë nuk janë vetëm romantike, por edhe simbol i një angazhimi më të thellë, me veten, me partnerin, me një ëndër që ke pasur në heshtje. Kjo javë mund të jetë fillimi i një kapitulli të ri, ku dashuria, besimi dhe qëndrueshmëria bëhen gur themeli për një të ardhme më të ndritshme. Nga ana profesionale ose financiare, mund të dalin në pas zhvillime të reja që do të kërkojnë që ti të tregosh vendosmëri dhe qartësi. Bëhu gati për të thënë po ndaj diçkaje që e ke pritur prej kohësh, mund të jetë një projekt, një bashkëpunim, ose një ndryshim që do të çojë përpara sigurinë tënde materiale. Në aspektin emocional dhe shpirtëror, kjo është një javë ku mund të fillosh të ndihesh më në paqe me veten. Nëse kohët e fundit je ndjer i tërhequr në veten tënde, tani është momenti për të dalë nga guaska. Lejoje botën të prek me dritën e saj, edhe nëse je ende në proces shërimi. Luani, 23 korrik, 22 gusht, dita me fat, e hënë, 26 maj, kjo javë fillon me një energji të fuqishme për ty, Luani. Me hënën që kalon në shenjën tënde më një qershor, është si një projektor i ndezur mbi skenën tënde personale, të fton të dalësh përpara dhe të tregosh botës se çfarë je në gjendje të bësh. Është momenti për të ndriçuar dhe për të tërhequr vëmendjen në mënyrën tënde unike. Kjo ndikon veçanërisht në fushat krijuese, arti, muzika, komunikimi apo çdo gjë që kërkon frymëzim dhe vetë shprehje. Mos e mbaj për vete shkëlqimin, ndaj atë me të tjerët, pavarësisht se shpesh je figura kryesore në çdo ambient ku ndodhesh. Këtë javë fillon një fazë e re ku puna në grup do të sjellë përfitime të mëdha. Nuk është dobësi të mbështetesh tek të tjerët, përkundrazi, është një shenjë e mençurisë dhe maturisë. Ti mund të jesh aktori kryesor në skenë, por edhe një kastë e fortë rreth teje do ta bëjë shfaqjen më të suksesshme. Bashkëpunimi është qelësi. Në aspektin profesional, është një periudhë e favorshme për të bërë prezantime, për të filluar projekte që kanë lidhje me kreativitetin, apo për të bërë një rikthim të fuqishëm në diçka që e ke lënë pezull. Njerëzit janë të gatshëm të dëgjojnë, mos e humb këtë mundësi. Përfito nga besimi dhe karizma jote natyrale për të frymëzuar dhe udhëhequr të tjerët. Në jetën personale dhe shpirtërore, mund të ndjesh një nevojë të fortë për të ndarë dashurinë, gëzimin dhe ngrohtësinë me të afërmin. Kujdesu për balancën mes të qenit në qendër të vëmendjes dhe të dëgjuarit me vëmendje të ndjenjave të tjerëve. Kur i bën të tjerët të ndihen të rëndësishëm, atëherë ndikimi yt bëhet edhe më i thellë. Mos harro se ndriçimi yt nuk është për të errësuar të tjerët, është për të frymëzuar ata që janë në hijet e tyre.
Kjo javë të jep mundësinë të jesh një dritë udhëzuese. Dita më me fat për ty, e hëna, është perfekte për të vendosur qëllime të reja, për të shfaqur idetë dhe për të hedhur hapin e parë dre. Birgjëresha, 23 gusht, 22 shtator, java, 26 maj, 1 qershor 2025, dita më me fat, e njëjtë, 29 maj. Kjo javë të vendos përballë një ndjesje interesante, sikur koha nuk është ende gati për një ndryshim të madh. Por nëse she më thellë, do kuptosh se edhe lëvizjet më të vogla që po bën kanë peshë të madhe. Çdo hap i vogël, çdo vendim i matur dhe çdo iniciativë e qetë është pjesë e një transformimi më të madh që po ndodh brenda dhe rreth teje. Jupiteri ka qenë një shtytës i heshtur gjatë gjithë vitit të fundit, duke të nxitur të rritesh, të zgjerosh horizontet dhe të mos kënaqesh me gjërat sipërfaqësore. Nëse deri tani nuk ke parë progresin që ke dëshiruar, kjo është thirrja për të vepruar. Është momenti të ndalosh së pritur miratimin e të tjerëve dhe të nisësh të tregosh veten ashtu si je, plot dije, disiplinë dhe talent të vërtet. Përfitimet e kësaj jave nuk do të jenë vetëm materiale apo praktike. Do ndjesh gjithashtu një lehtësim shpirtëror, sidomos kur të kuptosh se nuk ke pse presësh momentin perfekt për të ndryshuar rrjedhën. Sepse e vërteta është që momenti perfekt nuk ekziston, e ardhmja ndërtohet me guximin për të nisur tani. Në punë mund të dalin mundësi për të marrë më shumë përgjegjësi, për të shfaqur udhëheqjen tënde apo për të ndërmarrë një projekt të ri që kërkon përpikëri dhe organizim, dy cilësi që ti zotëron më mirë se kushdo. Mos ki frikë të bini borist, jo në mënyrë arrogante, por me vetbesim dhe dinjitet. Në aspektin personal, është një javë për të kthyer tek vetja, për të reflektuar mbi çfarë dëshiron vërtet nga marrëdhëniet dhe për të ndarë ndjenjat pa frikë nga gjykimi. Fjalët e tua kanë peshë dhe ndikim, përdori për të ndërtuar ura, jo për të ngritur mure. Dita më me fat për ty, e njëjtja, sjell një dritë të veçantë mbi iniciativat që kërkojnë energji dhe vendosmëri. Është një ditë për të prezantuar idetë, për të kërkuar atë që meriton dhe për të besuar se ndryshimi i madh fillon me një hap të vogël. Mos prit më, bëje hapin tënd. Peshorja, 23 shtator, 22 tetor, dita më me fat, e hënë, 26 maj. Ti nuk je tipi që kërkon patjetër vëmendjen apo duartrokitjet, por kjo nuk do të thotë që aftësitë e tua nuk janë të jashtëzakonshme. Kjo javë vjen me një ftesë për të njohur dhe vlerësuar më shumë veten, veçanërisht mënyrën tënde unike për t'i ndihmuar të tjerët të kuptojnë, të zgjidhin dhe të rriten. Ti je mjeshtër në udhëzim të heshtur dhe shembull të fuqishëm. Është koha të ndërtosh mbi këtë forcë dhe ta kthesh në një gur themeli për të ardhmen. Energjitë e javës theksojnë nevojën për lëvizje, në mendje, shpirt dhe ndoshta edhe në hapësirë fizike. Udhëtimi nuk është vetëm një largim gjeografik, ndonjëherë është një hap i brendshëm drejt diçkaje të re, një zgjerim i perspektivës, një rifreskim i qëllimeve. Mos e vono atë ndryshim që ke menduar prej kohësh, qoftë ai një projekt i ri, një zhvendosje, apo një vendim që mund të ndryshojë horizontin tënd të përditshëm. Në marrëdhënie personale dhe profesionale, shfaqet mundësia për të ndërtuar ura të reja dhe për të forcuar besimin. Njerëzit do të vinë tek ti për udhëzim, për qartësi dhe për ngrohtësi, dhe ti do të jesh në gjendje t'u japësh të gjitha këto me maturi e ekuilibër, për sa i përket punës dhe jetës praktike. Përdor këtë javë për të bërë lëvizje të mençura. Nëse je duke menduar për të ndryshuar diçka thelbësore në rrugën tënde, ndoshta të studiosh diçka të re, të fillosh një bashkëpunim apo të ndjekësh një ide që të ka frymëzuar, ky është momenti i duhur. Intuita dhe logjika do të punojnë dorë për dorë për të udhëhequr drejt zgjedhjes më të mirë. Dita më me fat për ty është e hëna, dhe ajo mund të sjellë një lajm të mirë, një takim të rëndësishëm apo një shans për të ndryshuar diçka që ka mbetur pezull prej kohësh. Ki besim në intuitën tënde dhe mos haro, edhe pse ndonjëherë nuk duket, ti je pikërisht forca që mban ekuilibrin. Këtë javë, përdore atë fuqi për të ndriçuar rrugën tënde. Akrepi, 23 tetor, 21 nëntor, dita më me fat, e martë, 27 maj. Çfarë është ajo që ka më shumë rëndësi për ty tani? Mos e shpërfill këtë pyetje. Java nis me një thirrje të brendshme për të reflektuar thellë dhe për të përqendruar energjinë në një fushë të caktuar të jetës tënde, qoftë ajo dashuria, puna, zhvillimi personal apo stabiliteti emocional. Merr pak kohë për të vizualizuar se si dëshiron të jetë kjo pjesë e jetës tënde pas 6 muajsh. Lëre imagjinatën të udhëheq, por pastaj vendose këtë vizion në themele konkrete. Besoj asaj që sheh me sytë e mendjes, kjo javë sjell mundësi të forta për komunikim të hapur dhe të sinqert, por kujdes.
Njerëzit përreth teje nuk mund të lexojnë mendimet e tua. Nëse ndjen mungesë për krahje, apo se dikush nuk po bën mjaftueshëm për ty, është koha të ulesh në tryezën e bisedimeve. Fjalët kanë fuqinë të ndryshojnë rrjedhën e marrëdhënieve, kur përdoren me zgjuarsi dhe zemër hapur, në fushën profesionale dhe atë financiare. Kjo është një periudhë e mirë për të negociuar, për të paraqitur ide të reja, apo për të kërkuar një ndryshim që të afron më shumë me atë që dëshiron vërtet. Mund të dalë një mundësi për një bashkëpunim të ri, një ofertë apo një përmirësim në kushte, dhe mënyra se si e formon kërkesën tënde do të jetë çelësi i suksesit. Mund të ndihesh pak më emocional në mes të javës, dhe kjo është normale. Mos e shtyp këtë ndjeshmëri, përdore si burim lidhjeje me të tjerët dhe si udhërrëfyes për vendimet që duhet të marrësh. Dita më me fat është e marta, 27 maj, një ditë që mund të sjellë lajme të mira, qartësi mendore apo një takim që do të lërë gjurmë. Shiko drejt së ardhmes me qartësi dhe vendosmëri, sepse çdo hap i vogël që bën tani, po ndërton të ardhmen që e ke vizualizuar. Shigjetari, 22 nëntor, 21 dhjetor, dita më me fat, e njëjtë, 29 maj. Të kesh besim është një nga gjërat më të vështira kur jeta nuk po shkon sipas planeve që ke bërë. E megjithatë, kjo javë të thërret të mos heqësh dorë nga shpresa, diçka pozitive është në prag të ndodhjes. Edhe pse mund të ndihesh sikur je në një udhëkryq apo se nuk po merr përgjigje të qarta, mbaje besimin të gjallë dhe qëndro i duruar. Yjet po punojnë në prapaskem për të sjellë një mundësi që mund të ndryshojë rrjedhën e ngjarjeve. Shigjetari është një shpirt i lirë dhe nuk e ka gjithmonë të lehtë të lidhet thellësisht apo të marrë angazhime afatgjata. Por këtë javë, energjitë qiellore të nxisin të shikosh me sy të ri konceptin e lidhjes dhe përkushtimin. Mund të paraqiten aleanca të reja, qoftë në dashuri, miqësi apo në një fushë profesionale, që kanë potencialin të jenë të qëndrueshme dhe të mbushura me kuptim. Mos i shmang, edhe nëse nuk duken perfekte në fillim. Lejoj vetes të jesh i hapur dhe i gatshëm të angazhohesh me zemër të plotë. Kjo javë gjithashtu mund të sjellë një pasqyrim të brendshëm, si po kujdesesh për besimin tënd, për shpresën tënde dhe për qëllimet që ke vendosur. Mund të jetë koha të rifreskosh vizionin tënd për të ardhmen dhe të bësh rregullime të vogla që do të kenë ndikim të madh më vonë. Në fundjavë mund të ndjesh një lehtësim emocional dhe një ndjenjë më të qartë drejtimi. E njëjtja, 29 maj, është dita kur gjithçka mund të bëhet më e ndritshme, mund të marrësh një lajm të mirë, një ftesë apo një propozim që të vendos në rrugën e duhur, besimi yt do shpërblehet. Dhe për shigjetarin, kur shpirti është i hapur dhe mendja e lirë, mrekullitë kanë gjithmonë një mënyrë për të hyrë në jetë. Britsjapi, 22 dhjetor, 19 janar, dita më me fat, e Mërkur, 28 maj, si një shenjë e tokës, je ndërtuesi i heshtur i suksesit, ai që ecën ngadalë por sigurt drejt qëllimeve të mëdha. Kjo javë të fton të mbështetesh në këtë natyrë tënde të qëndrueshme dhe të vazhdosh përpara, edhe nëse rruga nuk është gjithmonë e sheshtë. Puna që po bën tani, edhe pse mund të mos shfaqë menjëherë rezultatet e saj, po mbjell farat e diçkaje shumë të rëndësishme dhe të qëndrueshme për të ardhmen tënde. Ndoshta në momente të caktuara ndihesh sikur mundi yt nuk po vlerësohet sa duhet, ose se përpjekjet e tua po kalojnë pa u vënë re. Por qielli këtë javë të kujton, qëndro i duruar dhe mos hiq dorë. Çdo hap i ndërmarr po të çon drejt qëllimit dhe për ty, suksesi i vërtet është ai që ndërtohet me themel të fortë. E Mërkura, më 28 maj, shfaqet si një ditë që sjell kthesa të papritura por pozitive. Është një ditë ideale për të ndërmarrë një hap të guximshëm, për të bërë një zgjedhje ndryshe nga zakonisht, apo për të eksploruar një mundësi që të ka intriguar prej kohësh. Energjitë janë të përshtatshme për të dalë nga rutina dhe për të eksperimentuar me qasje të reja, qoftë në punë, në marrëdhënie apo në mënyrën se si kujdesesh për veten. Mos i nënvlerëso instinktet e tua në këtë periudhë. Intuita mund të jetë aleatja më e mirë. Nëse ndjen se është koha për një ndryshim, sado i vogël të jetë, dëgjoja atë ndjesi. Dhe kujto se besimi në vetvete është qelësi që hap dyert që duken të mbyllura. Në fundjavë, mund të ndjesh më shumë qetësi dhe një ndjesi sigurie që të rikthehet. Puno në heshtje, vepro me qëllim dhe universi do të përgjigjet. Britsjapi nuk ka nevojë për zhurmë për të bërë një ndikim, ai shkëlqen në heshtje dhe arrin aty ku të tjerët vetëm ndërojnë. Ujori, 20 janar, 18 shkurt, dita më me fat, e martë, 27 maj, nëse ndjen një impuls të papritur për të vepruar, mos e injoro. Kjo javë sjell një valë të re frymëzimi dhe spontaniteti për ty, sidomos me kalimin e diellit në shenjën motor të ajrit, binjakët. Është si të ndodhesh papritur në vendin e duhur, në momentin e duhur.
Mos nguro të kapësh mundësitë që dalin përpara, sepse këto janë çastet që mund të ndryshojnë rrjedhën e jetës tënde. Viti 2025 ka qenë një udhëtim i ngarkuar për ty, me shumë punë dhe sfida që të kanë kërkuar përqendrim dhe durim. Por tani, duket se më në fund po shpërblehesh për gjithë atë përpjekje. Kjo javë është një mundësi për të marrë frymë thellë dhe për t'ju kthyer vetes. Jepi vend atij fëmije të brendshëm që ke mbajtur të heshtur gjatë kësaj kohe, lejoje të luaj, të qesh, të krijojë dhe të ndiejë gëzim të pastër. E marta, më 27 maj, shfaqet si një ditë ku gjithçka mund të përputhet natyrshëm. Është një moment perfekt për të nisur diçka të re, qoftë një projekt krijues, një udhëtim apo një takim i veçantë. Gjërat që ndodhin tani mund të mos jenë të planifikuara, por do të duken saktësisht si ajo që të duaj. Kjo javë të fton të dalësh nga rutina dhe të eksplorosh ato gjëra që të frymëzojnë. Edhe një bisedë e rastësishme mund të çojë në një ide të madhe. Ose një takim i papritur mund të ndezë një marrëdhënie të re. Mos u përpiq të kontrollosh çdo gjë, lëre jetën të të surprizojë. Në fundjavë, ndoshta do të ndjesh një thirrje për t'u lidhur më shumë me njerëzit që ndajnë vlerat dhe ëndrat e tua. Është koha për të ndërtuar lidhje të reja, por edhe për të forcuar ato ekzistuese. Bëhu vetja dhe të tjerët do të të ndjekin, sepse kur ujori ndihet i lirë, ai frymëzon gjithë botën përreth tij. Peshqit, 19 shkurt, 20 mars, dita më me fat, e hënë, 26 maj, edhe pse ndonjëherë duket e vështirë të besosh se gjërat po ndryshojnë për mirë, sidomos kur gjithçka rreth teje duket e njëjtë dhe e palëvizshme. Mbaj mend se shpresa është forca më e fuqishme që ke. Kjo javë të kujton se pritshmëritë pozitive mund të krijojnë mrekulli. Edhe ndryshimet më të vogla, ato që ndodhin nën sipërfaqe, kanë fuqinë të transformojnë jetën tënde në mënyra që nuk i imagjinon dot tani. Në këtë fazë, shtëpia dhe jeta familjare janë në qendër të vëmendjes. Mund të ndjesh dëshirën për të rifreskuar ambientin ku jeton, qoftë përmes një ndryshimi në dekor apo organizim, qoftë përmes një ndjenje të re lidhje me vendin ku ndodhesh. Për disa peshq, kjo mund të nënkuptojë edhe ardhjen e një antari të ri në familje, qoftë në formë metaforike apo të drejtë për drejtë. Po ushqen rënjet e shpirtit tënd, aty ku gjendja e sigurisë dhe dashurisë fillon. E hëna, më 26 maj, është dita ku ndriçimi i brendshëm të shtyn për të marrë vendime të rëndësishme që prekin jetën tënde personale. Kjo ditë mund të sjellë frymëzim për të hapur një kapitull të ri që lidhet me shtëpinë, kujdesin, ose edhe për një ndjesi të re paqeje që më në fund ndihesh gati ta pranosh. Energjitë e kësaj jave të ftojnë që të kujdesesh për veten dhe për ata që të duan. Mos ki frikë të zhytesh në ndjeshmëri, në fakt, është forca jote më e madhe tani. Të qenet emocional nuk është dobësi, por aftësi për të ndjerë më thellë, për të kuptuar më shumë dhe për të dhënë më tepër dashuri. Ndërsa java përparon, lejoje veten të ëndërrosh, por këtë herë me themele më të forta. Puna që bën tani për të krijuar stabilitet të brendshëm do të të shpërblejë në muajt që vijnë. Bota e jashtme mund të presë pak, sepse ndryshimi i vërtet po ndodh brenda teje. Dhe ky është një ndryshim që do të ndriçojë gjithçka përreth.